Atëherë më lejoni fillimisht t'ju falenderoj për kohën që keni kaluar këtu dhe njëkohësisht kërkoj mirë kuptim nga ju që ndoshta zot mund të jem aq i sakt sa do të dëshironi ju sonte, po do të përpiqem që për hir të respektit jo vetëm ndaj mediave të Kosovës, por dhe popullit të Kosovës të prezantoj më së miri atë se çfarë po ndodh tani. Ky është takimi i dytë pas zgjedhjeve të 7 qershorit me vullnet të mirë, me respektim të plotë edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të gatishmërisë sonë si Lidhja Demokratike e Kosovës që me çdo çmime, me çdo kusht të shmangim zgjedhjet e reja, 4 me radhë për më pak se 2 vite. Besoj se kështu e respektojmë jo vetëm interesin e LDK-s, por interesin e Republikës Kosovës, e cila ka nevojë për stabilitet institucional dhe për punë më tepër se sa për dramë politike. Ishte një takim i mirë, i mbar, në cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhme dhe strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike. Para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të ruhet stabiliteti institucional, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme të ketë balancë demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balancë demokratike LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën edhe kontributi LDK-s, po edhe konstelacioni politik i ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me kaq vullnet mirë, nëse s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Edhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vetëdijshëm për interesin e vendit dhe të vetëdijshëm për politikat që i përfaqësojmë si ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër të njihet e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutimet e parimeve, nëse deri me datë 6 gusht nuk do asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet të procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale, e cila duhet të përfaqësojë edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë. Dhe në këtë drejtim LDK jep emrin e vet për në kryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjedhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet japim zgjedhje konkrete. Zot Radziku, e kam thënë shpesh herë për marrëveshje të mirë, LDK-ja i ka gjitha votat, për marrëveshje jo të mirë nuk e ka as votën time si kryetari i saj. Pra nuk mund të diskutoj për mbështetje politike pa pasur substancë. Fillimisht duhet ndërtohet marrëveshja, më pas të prezantohet ai marrëveshje dhe më pas do të flasim për aritmetik, për numra, për mundësi të realizimit të kështu me radhë. Në këtë përpjekje po përpiqemi për balancë institucionale, kërkoj falje që s'mundem më shumë të jap detaj sepse jemi në proces diskutues dhe ju los që të keni mirë kuptim për këtë çështje sepse po vazhdojmë tutje diskutimet. Zotri Kurti tha që po të kishim pajtueshmëri të plotë për gjitha çështjet, do ta shpallim këtë marrëveshje, po ende jemi në procese tutje, prandaj lus për mirë kuptim. Mund të kemi takime në ditët vijim, mund të presim konstituimin e kuvendit, më pas kemi 25 ditë, aq sa duhet 10 ditë dhe 2 javë për mandatim të mandatarit, ku para se të bëhet qeveria e re në vend, por sa më herët më mirë, sa më gjithëpërfshirëse më mirë për gjithë. Zotri Kurti konsensual, zotri Abdulziku, zotri Kurti tha që ata duan prezident konsensual jo të vetëdijshëm. Tani prezident konsensual gjem është secili prezident që i merr 80 vota. LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në institucionet e Kosovës për të pasur votat e veta. Zotri Kurti tha që marrëveshja politike nuk duhet të mbivendosë rezultatit zgjedhor. A ka tentuar LDK-ja me jam mbivendosë përmes marrëveshjes politike rezultatit? Jo, kemi pas dakordans plot, njëra prej çështjeve bazike që marrëveshjet në tavolinë nuk e përmbysin rezultatin zgjedhor. Prandaj edhe ju thash fillim që ne s'kemi asnjë
ide të kontestojmë rezultatin zgjedhor, po përpiqemi që brenda interesave të Republikës e rrethanave që jemi tani të japim më të mirë për Republikën e Kosovës. Ju faleminderit shumë gjithëve. Mirupafshim.